Flamurtari ka bërë një tjetër hap të madh drejt titullit kampion në basketbollin e femrave. Pasi kishin fituar finalin e parë në Vlorë, vajzat e drejtuara nga trajneri Agim Dalipi e mundën Tiranën edhe në kryeqytet duke thelluar 2-0 avantazhin me ndeshje. Flamurtari demonstroi një tjetër proforce në Pallatin e Sportit Aslan Rusi, duke u shfaqur superior ndaj ekipit bardhë-blu. Sfida e zhvilluar pikërisht në fundjavë i pa vlonjatet gjatë gjithë kohës përpara në pikë, të cilat dolën me suksesin e merituar, që i afron gjithnjë më shumë me trofeun më të rëndësishëm kombëtar. Periudha e parë përfundoi me rezultatin 15-24, e dyta 16-15, e treta në barazim 19-19 dhe e katërta 19-20. Shifrat në fund u vulosën 69-78. Pritet që ndeshja e radhës të luhet më 23 prill në Vlorë, në orën 18, ku Flamurtari do të presë rivalin Tiranën, dhe nëse do ta fitojë këtë takim, Flamurtari automatikisht shpallet kampion, duke festuar me tifozët vlonjat.